Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në Time to Shine, mirë se vini në puntatën e radhës. Sot është një puntatë speciale, sepse do të flasim për një temë shumë konkrete, po shumë të thellë në lidhje me njeriu dhe shumë serioze në të njëjtën kohë. Qëndroni me mua në këto pak minuta që ne kemi në dispozicion për secilin puntatë, përqendroni së bashku me mua në këtë temë, e cila do t'ju bëjnë me menu dhe do t'ju bëjnë me reflektu. Është mirë të dëgjoni këtë video në heqje, edhe pa njerëz rrotull, pra kur jeni vete. Kjo është puntata e 6-ta dhe jam shumë e lumtur sepse jeni duke qenë çdo ditë më aktiv në videot përmes like-ve, share, komenteve t'juaja dhe jam mirënjohëse edhe për feedbackun pozitiv që më jepni. Dhe mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni atë zilën në mënyrë që t'ju vinë njoftime për video të reja. Do flasim për vetbesimin. Kena folur në një video tjetër, por sot e kena shumë më të shtjelluar si çështje dhe shumë më konkrete. Pse më lind kjo nevojë? Në fakt nuk më lind mua, por e shoh shumë në shoqërinë rrotull edhe kuptoj që ka një mungesë shumë të madhe të kuptimit të këtij nocioni. Flitet masivisht, flitet nga shumë njerëz, profesionist ose jo, gjithsesi, flitet momente të ndryshme, interpretohet në forma të ndryshme, ofrohen zgjidhje në forma të ndryshme, por e vërteta është se alos kam pa një person që futet thellësisht kësaj çështjes dhe e trajton në ndonjë formë. Sigurisht, e kam thënë edhe herë tjera, online nuk është përmes videove ose postimeve në rrjete sociale, sepse janë të shkurta videove rrjetë të tjerë, nuk është e mundur ndoshta me u trajtu plotësisht dhe nga fillimi deri në fund, edhe sepse është një çështje shumë personale, do të thotë shumë e personalizuar, dhe siç është një person mund të mos jetë një tjetër, dhe interpretimet po ashtu janë të ndryshme edhe nga profesionistë të ndryshëm. Por, për me dhënë me kuptu shoqënisë tonë shqiptare se ç'është tamam vetbesimi, ala nuk kam pak, që mirë se vini në këtë video dhe mirë se qëndroni sepse kena gjëra tepër të rëndësishme që do të them. Do kërkoj të jem koncize dhe të shfrytëzoj maksimalisht minutazhin duke kërkuar mos më e kalu se herë tjera. Nëse, atëherë, vetbesimi është një term e dim, kena një gjithanej në forma të ndryshme, që rëndësi ka. Çfarë është në thelb vetbesimi? Është ajo forma ose menimi më i thellë që ti ke për veten tënde. Qëndrimi më i thellë që ti ke për veten tënde. Kush ti je? Kush jam unë? Si jam unë? Pse jam unë kështu? A më pëlqen vetja kështu si jam? Sa shumë po e kritikoj veten vazhdimisht. Është ai menimi ose simpatia, po e vend thojza, sepse mund të jetë simpati, mund të jetë antipati, që unë kam për veten, varësisht vetbesimit natë ose vetbesimit të ulët. Është ai besimi thellë që unë kam në aftësitë e mia, që unë kam te ky person që jam. Besimi edhe preferenca ose pëlqyeshmëria, po e them këtë fjalë, nuk e di nëse ekziston gjuhën shqipe kjo fjalë. Gjithsesi unë e shpika dhe kjo është shumë e bukur, nëse isha parë që e shpika. Pëlqyeshmëria, sa ti thellë e pëlqen vetin. Se kam këto që më gërsasin edhe japin, po i heko krejt, japin interferencë tek mikrofoni që e kam tavoli. Sa ti thellë e pëlqen vetin? A pëlqen forma si rrin? Forma si flet? A beson thellë të aftësitë tuaja? A ke guxim ta pranosh veten kështu si je? Mbi pesh, shumë bukur. Nën pesh, dakord, nën pesh. A ke guxim ta pranosh veten me krenari kështu si je? A mundesh me dalë me fol në publik, pa të drejtë publiku, për shembull? A ke guxim ta bësh? A ke guxim të dalësh përballë mendimeve, kritikave të tjerëve? A ke... Ja uli pak. Një sekund. A ke besim thellë se ti je ky person që je,
që vlen maksimalisht shumë pa limit dhe je një qenie e cila je duke përmirësu për ditë, a din, a mundesh me ju bë ballë kritikave të tjerëve jashtëve me qetësi, pa të dridhë në vetvete qërpiku? A mundesh me përballu sulmin me ose pa forza, që të tjerët bajnë karshiteje ose komente që të tjerët bajnë për ty në aspektet ndryshme, forma si flet, forma si rim, forma si e vesh, forma si e krejt, forma si e ly, forma ku dion si flet. A mundesh, a ki besim ti se mundesh më bë ballë komenteve të tilla, për shembull në lidhje me një tëmet, por jo që mund të kesh, për shembull, këtë vetë lënë ma në ca tjetra, por jo një shembull po. A mundesh më bë ballë? A ke besim vërtet se mund ta bësh këtë gjë? Janë pyetje shumë serioze, të cilat pranoj unë dhe ju thash që shif në këtë video kur jeni vetëm, sepse në grup ose me personat e tjerë normalisht që nuk është shumë edhe preferueshme. E para sepse janë pyetje dhe është një material që kam ju depërtu pak më thellë në vetdijen dhe në vetdijen e juaj dhe rrjedhimisht kam ju trazu, ndoshta kam ju gërmu pak, me ju gërvisht pak edhe me bë me zgju diçka tjetër me nejosh, diçka e cila sigurisht që mund të vije si jo e rehatshme, sepse është jashtë zonës komfortit, por në anën tjetër normal që pasojat i ka shumë pozitive në vazhdim. Ama nuk është shumë e këndshme dhe preferueshme që përballë tjerëve, përpara tyne, mund t'i përjetosh këto lloj ndjenjesh dhe mund të krijohen në një aspekt, pastaj në një moment tjetër, ndoshta edhe në atë moment, mekanizma mbrojtës. Gjithsesi, që të mos allakatëm shumë këtë aspektin, se më po ju futa shumë të temave na ik ora e kaluare, gjithsesi. Du m'ja fol se edhe keni me pa çfarë të merrit është me jetu një jetë me vetbesim të ulët. Në këtë video keni me pa dhe po në këtë video keni me pa se çfarë gëzimit dhe çfarë realitetit na paraqet fakti kur kena vetbesim të lartë. Dy realitete të cilat janë brenda njeriut, janë varet në fakt se ndoshta i keni vetbesim shumë poshtë edhe është një realitet, por keni me kuptu dhe do kërkoj që t'ju hapi mendjen me po edhe një realitet tjetër që është realiteti kur ke vetbesimin të lartë. Okej? Zakonisht, person me vetbesim të lartë quhen arrogant. Është e gabuar, nuk janë të tillë, sidomos kush thellë ka vetbesim, nuk është as pak arrogant, por kundrazi është shumë i butë, është shumë serioz, është shumë i mirë, edhe ku më i marr këta njerëz sa më shumë aq më mirë. Le të shkojmë edhe të shohim pak. Po e fillojmë pak me vetbesimin e ulët? Si mendoni? Është pak më mirë, sepse po e shohim shumë në shoqërinë tonë. Bërzi, por besoj e bërza më përparshëm, nuk e di edhe këta të rritë se që po ndodh me ta, janë rritë me një vetbesim që qalën, ka vazhdu me qalu për shumë vite. Kush ka mujt një dalja, ka dalja dhe ka punu dhe i lëmë. Kush s'ka mujt, me të vërtet kërkoj në një formë ose në një tjetër me ndihmu, por mos harroni se cilit i takon përgjithësia me e bë punën e vetë. Do të thënë, nuk mund bëhet, nuk mund arrijet asë një gjanë nëse na nuk kushtohet në kësaj punë, se nëse nuk i qëndrojnë. Okej? Që ndodh kur kena vetbesim të ulët? E para punë ka ndikim në çdo element të jetës, praktikisht në çdo element, ka të mendimet, ka të emocionet, ka të marrëdhëniet me të tjerët, jashtë maset, ka të bëjnë jetën profesionale, ka me të nikun jetën financiare të merr si shumë vetbesimi i ulët. Ka me të nxi jetën edhe në shnetin fizik vetbesimi i ulët. Ka me të bë që ti të mos jetosh kur i lumtur e të hupish mundësi pafund vetbesimi i ulët. Konkretisht do t'ju shpjegoj sepse e kam mbledh në një Word, në një material, këto që du më thënë. Vetbesimi i ulët ndikon jashtëzakonisht shumë në pjesën e mendimeve dhe të emocioneve. Ti vazhdimisht ke mendime negative për veten.
Vazhdimisht mendon se nuk je mjaftueshëm për veten, nuk je mjaftueshëm i mirë, nuk je mjaftueshëm inteligjent, nuk je mjaftueshëm i aftë, nuk je mjaftueshëm vigjilent, i gatshëm me kap mundësitë e tjera etj. Vazhdimisht e ke këtë lloj mendimi. Në anën tjetër, një person që ka vetbesim të ulët, ka edhe përjeton thuajse gjithmonë ndjenjen e pavlerëshmërisë, domethënë ndjenjen e vlerës së ulët, nuk e sheh veten si të pavlerë, e sheh veten se nuk ka rëndësi sa duhet, nuk ka shtivlefshëm për tjerët, nuk ka shtivlefshëm për vete. Vazhdimisht një person me vetbesim të ulët e përjeton këtë, dhe është ndjenja më skandaloze, më e keqja që ekziston. E kam provu, prandaj edhe flas. Nëse e kam pa shumë anë për klient. Derisa të përmirësohet kjo ndjenjë, mësoni kur përmirësohet kjo, ç'a ndodh, jeta ndryshon totalisht. Por edhe kur kena vazhdimisht vetbesim të ulët, sikurse e famë që ndikon te mendimet e emocionet drejt për drejt, kena mban edhe me rritje, me një tendencë të rritjes së angrit të stresit vazhdueshëm. Her pas here frika që na shoqëron më shumë të frika nga dështimi, nga gjykimi i tjerëve, nga kritika, të cilat në vetvete shkaktojnë një stres vazhdueshëm, i vazhdueshëm në kohë edhe në intensitet që mbrapa na çon edhe në anë. Që është një gjë shumë serioze kur kena vetbesim të ulët. Ku konkretisht na ndikon kur bëhet fjalë për marrëdhëniet me të tjerët? Kena jashtë nëse keni vëre vështirësi në komunikim. Ku keni vështirësi në komunikim? Nihesh i pasigurt kur i të fol me tjetrin, ke frikë me shpreh mendimin tënd të lirë, ose merr dot atë guxim të beku me shku me taku dikën tjetër që se njeh që më prezantu kush je, për shembull sikurse bëhet fjalë marrëdhënie biznesit ose në një grup kolegësh ose nuk e di në takime të ndryshme, nuk e merr në botë atë guxim me shku me prezantu një filani, përshëndetje, si je, kjo është ekspertiza ime, për shembull po jap një shembull kështu, nuk e merr guxim. Ka vështirësi në komunikim. Ka vështirësi në vendos kufi. Kur mundesh mos me ditë me thanë ja. Edhe gjithmonë mundesh me leju të tjerët me shfrytzu, me përfitu nga kjo gjë, sepse ti vetbesimin e ke poshtë, edhe nuk je i fortë mjaftueshëm për me vendos kufit e tuaj, me thënë këtu është jo dhe këtu është po. Ke vazhdimisht të varësi emocionale, mundet me kërku, për shembull në raste të ndryshme mundesh me kërku gjithmonë mirëtim nga të tjerë për mua më i vlefshëm. Sa detajume është ky detaj, me kërku mirëtim nga të tjerë për mua më i vlefshëm. Vazhdimisht në forma të ndryshme. Vazhdimisht. Secili mund ta ketë parasysh. Në një farë mënyrë ti kërkon me dita, është dakord ky personi, që me siguri më duket e rëndësishëm për ty ose ke nevojë për mbështetje për mirëtimin e tij. Apo bëj diçka në rregull, a është kjo gjëja okay? Si mendon? Apo, është vazhdimisht një lloj varësie emocionale. Po në anën tjetër, personat e tillë kur bëhet fjalë te pjesa e marrëdhënieve, kanë vështirësi në periudhën e marrëdhënie të shnetshme. Sepse vazhdimisht i pengon frika nga refuzimi, i pengon frika se mos ndërton marrëdhënie të këqija, nga paragjykimet, nga kritikat, thellë nuk beson në vete se mund ta mojnë, mund ta krijojnë dhe mund ta mojnë një marrëdhënie të tillë. Nuk beson se dhe e din që nuk ka mjaftueshëm guxim dhe aftësi, sipas tij e din, që mu afru me njerëzit, me kriju relata të ndryshme. Një person me vetbesim të ulët e përjeton këtë gjë. Konkretisht, nëse shkojmë tek jeta profesionale, tek jeta financiare, çfarë ndikon vetbesimi i ulët? Gjëja e parë herë kryesorja është frika nga sfidat dhe nga dështimi. Vazhdimisht je duke e pas këtë lloj frike që të rrin kështu me kyr, dhe mundesh që me të shku në atë pikë, kush e ka këtë lloj që e prek, kush është me vetbesimin e ulët, vazhdimisht mundesh që mos me provu kur mundësi të reja, mos me provu kur forma të reja punet ose ku diun grupe të ndryshme punet, për faktin se ke frikë se nuk mundesh me ja dalë. Në anën tjetër, kur ke vetbesimin poshtë, vazhdimisht ti ke një pagesë, një rrogë të ulët, një pagë të ulët, ke mungesë të zhvillimit të në karrierë, ti mundesh më ndaj për 100 vjet
një atë punë, një atë pozicion, një ashtu me një atë rol dhe nuk lëvizet, sepse nuk kërkon promovimin tanë, nuk kërkon për shembull që tjetri të vlerësoj më shumë, sepse thellë ti pranon dhe ke frikë se nuk meriton më shumë. Është pak serioze dhe pak si shumë serioze. Sepse ti ke frikë se nuk meriton më shumë dhe nuk kërkon as promovimin, as vlerësimin tanë, ma në pagën e ullë, sepse ti ke frikë se nuk meriton më shumë. Po në tjetër, kur kena varësi financiare për shembull nga tjerë, nëse ti nuk beson aftësitë e tuaja, mund të kesh vështirësi për me qenë i pavarur ekonomikisht. Sepse nuk beson në aftësitë e tua, që ti nuk ndërtosh pavarësi ekonomike. Por ju thash vetëbesimi ullët në fakt edhe ju nxjerrni të marrë shtetin fizik. Kur kena të bëjmë me një vetëbesim të ullët, thash edhe më lart, që krijon një stres kronik. Vazhdimisht unë s'mundem, unë se bëj, unë s'di. Vazhdimisht krijon një stres kronik të vazhdueshëm. Kjo gjë, duke pas një stres kronik vazhdueshëm, ndikon fizikisht në trupin tonë, duke bë ai boosti, shtysi, por edhe smundje të ndryshme. Stresi kronik është gjëja më e keqe në botë. Por në anë tjetër, kur kena të bëjmë me shëndetin fizik, realisht vetëbesimi ullët, ndoshta si ka shku ndonjëherë mendja, por është e vërtetë, ndikon pafundësisht shumë edhe në pagjumësi. Vazhdimisht mendimet negative, vazhdimisht shqetësimet, mundet me bë që ju të keni vështirësi me fjetë. Dhe edhe ato pak orë që fleni për gazet, si themi në shkollë, fleni keq. Nuk fleni rahat, qohi si me kenë, si me para, si me pavujt, ku dion qoheni me vështirësi. Sepse vazhdimisht truni është në një vujtje të vazhdueshme, duke pas vetëbesimin poshtë. Në anë tjetër keni pas probleme me të ushqyerin. Mundesh me hangër shumë, më shumë se ç'duhet, mundesh me hangër më pak se ç'duhet, për shkak se kur vetëbesimi është poshtë, ti ke një lloj ankthi dhe pakëndësie në trupin tënd. Unë këtë gjë kam përjetuar në kohën e gjimnazit. Kur ishte një kohë që isha e pakënaqur me veten. Kështu që pjesa të ushqyerit është e rëndësishme dhe duhet të pas vërtet shumë kujdes. Por nuk mundesh të pas kujdes për pjesën e ushqyerit nëse përpara s'ke punuar me vetëbesimin tënd. Çfarë kena të bëjmë tjetër? Mungesa e kujdesit për veten. Mundesh mos më kujdes mirë për pamjen tënde, për shëndetin tënd, për higjienën tënde, sepse nuk e sheh vetin të rëndësishëm për të vetëbesimin poshtë. Edhe keni parasysh se ka njerëz që dalin shumë thjesht të veshën, e dalin krejt pa lyme pa rregullum, por dallojeni sepse ata shpeshherë kanë shumë vetëbesim dhe nuk e vrasin mendjen. Por ndryshe janë personat që nuk kanë vetëbesim dhe kanë përgjan për shkak të mos besimit dhe mos dashjes së vetes. Okej? Ta filozofia kjo dashuria për veten, por është serioze. Okej, tjetra. Ke mundësi me hek dorë shumë thjesht nga mundësitë edhe nga lumtunia që janë për ty kur ke vetëbesimin poshtë. Mundesh me pas mungesë guximi për me ndjek ëndrat e tuaja, sepse ti mendon se nuk ke mjaftueshëm aftësi me ndjek ëndrat e tuaja, me ndjek pasionet e tuaja. Mundesh me përjetu vazhdimisht mungesën e gëzimit në jetë. Kur ti nuk ke besim te vetja, mundesh me mos me një realisht lumtunia dhe nuk ke pse me pas në arsye për me keni lumtur, sepse nuk ke, përderisa nuk e do dhe nuk e vlerëson vetin mjaftueshëm. Okej. Kur ke atë ndjenjen se ke ngec në jetë, nuk po bën asnjë hap, nuk po përparon, nuk ke kontroll mbi të ardhmen tënde. Është një shenjë që vetëbesimi është duke të ndikuar jashtëmosht shumë në jetën tënde. Por, vetëbesimi jot, por ka një lajm të mirë. Dhe lajmi i mirë është se kjo gjëja mund të përmirësohet me kohën e duhur, me punën e duhur në veten, me strategjinë e duhur, me hapat e duhur.
Keni një gjë parasysh, vetë besimi nuk përmirësohet veç duke menu pozitivisht. Ullu aty, menu pozitivisht, medito dhe u jo, është shumë gabim kjo gjë. Në kuptimin se nuk mundesh ndërtosh themele të jetës së çantë të besimit. Ti ndërtosh veç të menu pozitivisht. Është një fakt, një gjë ndihmëse, mendimi pozitiv. Po nuk është ai që ndihmon. Janë hapat, janë strategji profesionale, të cilat dinë se si ndërhyjnë në vetdije dhe në vetdije për një me u ngrit. Dhe me bëhen një ndërtesë të fortë, të palëkundshme nga asnjë gjë. Shihni se çfarë ndodh momentin kur një person fillon e ndërton vend themele dhe fillon e ndërton vetbesimin e tij. Kur fillon e rrit vetbesimin. E herë ke me pa ndryshime në mendimet dhe në emocionet e tuja. Ti fillon e mendon më mirë për veti. Nuk e shoh më vetin në mendimet e tuja. Fillon me i besu vetes tane se je i aftë, se vlen, se mund t'i bash gjërat që bën. Fillon e nihesh më i qetë, më i lumtur, ke më pak stres, ke më pak ankth, shumë më pak, sepse nuk ke më frikë as nga gabimet e tuja, por s'ke më frikë as nga mendimet e tjerëve, as nga kritikat, as nga çfarë thonë tjerë, në fund s'të intereson hiç. Ke vetbesimin e lartë, okay? Fillon e beson ti të vetja, sepse mundesh me ia dalë, pavarësisht çfarë do që i të bëj, pavarësisht çfarë do lloj ëndre të punë që i të mirë. Ti fillon e beson se mundesh me ia dalë, nuk dorëzohesh më aq kollaj, biles ndoshta hiç. Gjithmonë kërkon dhe mundohesh edhe gjen zgjidhje. Në finale, ti gjen zgjidhje suksesshme për gjërat që i të bëj, sepse ke vetbesimin lart. Çfarë të bën vetbesimi dhe sa të ndihmon vetbesimi lart me rregullu marrëdhëniet me të tjerë. Je shumë më i lirë me fol, mundesh me fol në publik, mundesh me fol përballë të tjerëve, nuk ke më frikë me shpreh mendimin tënd, nuk nin më ato para syje, nuk nihesh më në siklet, më djersit, me udhridh, me absolutisht je shumë më i lirë. Tashmë je të mësu kur fillon e punon me vetbesimin dhe fillon e rritesh në vetbesimin tënd, je të mësu me vu kufi. Me vu kufi, dhe me thonë që ti nuk i lejon tjerët më me të shfrytzu ose me të trajtu keq, din me thonë jo kur duhet, e din me thonë po kur duhet, nuk lejon tjerët më me të përdor, ndoshta edhe pa fojza, sepse ti nuk di. Ti tashmë di me vendos kufi në momentin që je duke punuar dhe je të rrit vetbesimin tënd, me strategjinë e duhur, me hapat e duhur, me profesionistin e duhur. Ju lutem, është serioze. Ju duhet një person profesionist mbi këtë fushë. S'mund ta bëjmë as me YouTube-in, s'mund ta bëjmë as me Instagram-in, as me atë tjetrin spiritualist, as me atë tjetrin ku dëgjon. Don profesionistin e duhur. Vetbesimi nuk është një çështje rastësore, është një çështje serioze. Okej. Kur ti ke vetbesimin lart, do të bëhesh më tërheqës për tjerë. Je më i këndshëm për tjerë, sepse ti beson te vetja dhe kur tjerë ta shohin këtë detaj, të shohin edhe si më interesant, sepse realisht je më interesant. Dhe të respektojnë më shumë një person me vetbesim të lartë, gjithmonë respektohet më lart edhe më shumë. Janë fakte. Nëse doni fakte konkrete, videon tjetër urdhoni, po jo jap fakte konkrete. Por ju e dini dhe mund ta keni pallën e për njerëz rreth rrotull, varësisht kë njihni etj, si ndodh puna. Çfarë të ndodh kur ti kërkon, kur ti ke më shumë vetbesim, pra ti të kërkuar me përmirësu vetin. Çfarë ndodh? Fillon e shef përmirësime edhe në punën tënde, në aspektin profesional të punës ku je, por edhe në aspektin financiar, në parat. Kur ke vetbesimin lart, ti fillon e kërkon më shumë mundësi. Nuk ke më frikë me apliku për një punë më të mirë, kërkon edhe ke guximin me kërku një rritje rroge, një pagë, ke mundësi edhe guxim, sidomos me fillu një diçka të re, pse jo me hap një diçka të re, me marrë një përgjegjësi të re në punë, me hap një degë të re të biznesit tënd, pavarësisht ku je. Edhe kërkon edhe gjen më shumë mundësi kur ke vetbesimin lart, se sa kur ke vetbesimin poshtë. Tjetër, në punë po ashtu, në aspektin e punës, në ambientin e punës më sa, fillon e merr edhe respekt më shumë.
Ti kresh ti që jetë të punu me vetbesimin dhe jetë të e rrit vetbesimin tënë. Merë ma shumë respekt, flet ma me siguri, të regon tamam atë besimin e qënësishëm që ti ke, kolekt, shefat, njerëzit, rrotulltejet në të punë, fillon e të marrin ma seriozisht. Sepse ti ke vetbesim. Fillon edhe fiton edhe ma shumë para. Vetbesimi gjithmonë, vetbesimi nalt, gjithmonë të ndihmon me zhvillu aftësi, edhe mos më pranu pagat e ulta për frikës, por fillon e kërkon. Dhe kush kërkon, gjen mundësi edhe pse jo pagat më të alta. Okej? Kështu që bëni llogarit vet, a ja vlen më shumë me lënë vetin dhe mos me investu në veti, sepse s'ke 1-2-3 arsye, dhe të rrish vetbesim tu dhe gjithmonë ashtu, apo të investosh fort në vete me një profesionist duhur, me një njeri që është tamam i aftë dhe kompetent për këtë punë, dhe të shkosh e të marrësh edhe më shumë fitime në çdo aspekt, jo vetëm në aspektin e paras, por në çdo aspekt. Ama në aspektin e paras rritesh në të ardhura. Çfarë ndryshimesh fillon edhe në re kur ti rritesh në vetbesimin tënd? Çfarë ndryshimesh në fizikën, shëndetin fizik? Fillon të kujdesesh më shumë për shëndetin tënd, për trupin tënd. Fillon me hangër më mirë, fillon me hangër sasinë e duhur, fillon me ushtru dhe bë aktivitet fizik, fillon me rregullu pamjen, sepse thellë ti vlerëson vetin tënd. Tjetra, fillon e flen më mirë, më në fund të rahatohesh, ke më pak stres, ke më pak mendime negative që janë automatikisht të barabartë me gjumë më të mirë, gjumë më të qetë, por të gjumit plota, dhe ke mundësi me jetu një jetë që fillon e relaksohesh edhe tensioni që në muskuj, sidomos të shpatura, çlirohet totalisht. Okej? Ke fillu mrapa në momentin që fillon edhe punon me vetbesimin dhe rrit vetbesimin ta, fillon e përjeton edhe ke realisht më shumë energji. Kur ti mendon pozitivisht për veten, je më i motivuar me i bë gjanat e duhura. Çfarë ndryshimesh ti mundesh me pa në mënyrën se si ti jeton? Por ke vetbesimin e nalt, nuk ish më sfidat. Në vend që të kesh frikë për këto gjëra të reja, për sfidat, ti provon, nuk dorëzohesh edhe mëson të tyne. Mish. Momentin që ke vetbesimin e nalt, ti fillon të realizo ëndrat e tuaja. Nëse më përpara mendosh se nuk kemi a dal, e shtohet, po pse mos e provoj? Ç'a ka problem nëse e provoj? Dhe ke më shumë forcë me bë këtë gjë dhe me ja dal. Momentin që ke vetbesimin e nalt, nihesh më i lirë dhe më i lumtur. Por nuk jeton me frikë dhe me pasiguri, shijon jetën më shumë. Në fund gjithçka bëhet më lehtë, gjithçka bëhet më bukur sepse besimi në veten tënde në fakt është çelësi i suksesit për çdo fushë të jetës. Absolutisht për çdo fushë të jetës. Në momentin që nihesh mirë, në momentin që ti beson fort në veten tënde, ke me arrit në atë nivel, për çdo gjë si themi, çdo gjë që prek bëhet para, është një nuk e di, film vizatimor, por çdo gjë që ti prek të kthehet në sukses, jena në këtë pikë. Tash, besoj që isha sado pak, por mendoj që isha mjaftueshëm e qartë në lidhje me ç'a ndodh kur na kena vetbesim të ulët dhe ç'a ndodh kur vetbesimi jonë është i lartë. Ç'a jena duke bë kohët e fundit dhe ç'a jam duke bë unë për këtë detaj dhe për shoqërinë shqiptare kudo që ndodhet, nuk është vetëm Shqipëri, por edhe shqiptarët tonë që janë jashtë. Kam ndërtu një kurs i cili është i ndarë në 3 module. Sepse unë besoj fort që vetbesimi, sikur si jo thash zhvillim që nuk përmirësohet vetëm me numrin pozitiv, po ashtu edhe nuk përmirësohet me 1-2 herë punu me së bashku. Është një themel, është një shtyllë, është një bazë e jetës, e cila ndërtohet gradualisht vazhdimisht ditë pas dite. Por këtë arsye e kam ndërtu këtë kurs në 3 module të ndame. Në modulin e parë, që është fillestar, në të dytin i mesme dhe në të tretin i avancuar. Gati për me mujtë e me hecë vetë edhe më të fortë sa asnjëherë. Është i ndërtuar në këtë format, po ju shpjegoj shkurtimisht, që është ndarë në 3 muaj punë.
zakonisht duhen 2 muaj për me ndërtu një shprehi. Ne do ta punojmë në 3 muaj për me ndërtu një vetbesim i cili nuk kthehet kur më mbrapa, vetëm hec përpara. Okej, vetëm arrin mbrapa vetëm kohë suksese. Dhe është i ndarë në këtë formë, ka një strukturë 3 muajore. Është moduli i parë, që është fillestar, i cili këtu do fillojmë të vendosim themelet e vetbesimit, është praktikisht me abonim, pra ju mund të abonoheni për 1 muaj, për 2 ose për 3, por gjithmonë fillohet nga muaji i parë. Dhe kena të bëjmë me fillimin e vendosjes ndërtimit të themeleve të vetbesimit. Dhe do të trajtojmë javë pas jave. Çfarë është vetbesimi, si të arrisim vetëdijen tonë, si të menaxhojmë frikën, si të praktikojmë në përditshmëri. Që do të thotë, do shohim se cilat janë linjat kufizuese që na marrin vetbesimin poshtë. Do shohim se si mund ta ndryshojmë, pikërisht si mund ta bëjmë atë swiftin e kalimit nga dialogu i mendshëm negativ në dialogun e mendshëm pozitiv. Si mundena me fuqizu mendjen tonë, si mundena me përdor teknikat e vetdijes që me bëhet kalimin nga poshtë lart, nga negativ në pozitiv. Kena me pasë si mund të menaxhojmë frikën, si mund të përballë me frikën, me dështimet, me kritikën e brendshme, por sidomos edhe me kritikën e jashtme. Si me i përballu me qetësi, shpeshherë për shembull kush ka rrjete sociale që ka shumë follower, si me i përballu komentet negative, sepse ka shumë që nxjerrin shumë negativitet. Si mund të na i përballu dhe të mos na deportojnë në brendësinë tonë. Janë tana detaje, plus ushtimeve, plus teknikave konkrete dhe plus materialeve masanera që do t'i përdorim për vetbesimin çdo ditë. Janë tona materiale që do të mund t'i gjeni në modulin e parë. Pra do kena praktikisht 4 video trajnimi, ka një javë, do kena workbookun praktik, do kena grupin mbështetës që do t'jena tanë bashkë, dhe do keni edhe supportin 24/7 me email. Në modulin e parë, ky si abonim, në fakt do t'ju them vetëm këtë, masanena nëse do t'interesoni më shumë në linkun që do t'ju vendosi në përshkrim, do të mund të bani edhe regjistrimin e juaj, e stafi ka me ju kontaktu, për më ju tregu detajet e tjera. Por nëse bëjmë fjalë vetëm për shembull për muajin e parë, për abonimin e parë kur fillojmë me vendosim themelet, siç mirë, me zbritja është vetëm 29 euro, dhe keni me pas mundësi me përfitu për mrena një javë, praktikisht kena vetëm një javë kohë për regjistrimin sepse duhet të fillojë në datë 17 mars fillon grupi i ri, klasa e re mbi këtë punë. Që është vetëm kjo afat kohët që mundeni me vendos. Dhe ose vendoso, ose s'vendosa si herë madhu ish vazhdimisht duke zvarrit, vazhdimisht duke met në atë nivel sikur se unë thash edhe në vazhdim. Do t'ju tregoj shkurtimisht, por nuk du me zbulu shumë, se ka detaje shumë të rëndësishme, në muajin e dytë ku kena ndërtimin e zakoneve të forta të vetbesimit. Tash fillojmë me shkruajmë tamam, i kena ndërtu themelet muajin e parë dhe fillojmë edhe mësotna me themelet, fillojmë mësotna me këtë person të ri që jena tu ba. Fillojmë e ndërtojmë një imazh më të fortë, më të bukur, më të mirë për veten, fillojmë të krijojmë praktikisht një identitet të ri, ndryshojmë perceptimin për veten nga negativ në pozitiv, shkojmë në një nivel tjetër të vetdijes mbi këtë detaj, fillojmë të menaxhojmë më konkretisht tash kritike, si mund të përballim opinionet e tjerëve drejt për drejt, ballë për ballë, edhe të mos nihat pa vlerësuar, por të nihat fort, edhe me vendosmëri përballë tjetrit, pavarësisht që mund të jetë na thonë. Do shkojmë me mësu më shumë komunikimin me vetbesim, si me veten, por sidomos edhe në publik, sepse me veten gjaponojmë edhe në modulin e parë. Kena me mësu me fol ma mirë edhe ma qartë edhe ma me autoritet në modulin e dytë. Kena me ditë, kam ju tregu si mund të përdorni gjuhën e trupit, pjesën jo verbale, tonin e zanit në mënyrë që ta prezantoni dhe ta paraqitni veten në vetbesim. Edhe nëse në ndonjë moment do të keni një dyshim shumë të vogël me veten, ju do dini si me prezantu veten në vetbesim. Gjatë që mbrapa kam një dhënë edhe shumë më shumë forcë me vazhdim të para. Do mësojmë në modulin e dytë se si me vendos qëllimet, veprimet, si me kriju një plan veprime dhe si me marrë vendime të guximshme në mënyrë të me bë, sikurse thasha më herë, atë kalimin nga një nivel poshtë tashmë në një nivel më lart dhe më lart. Pastaj nëse shohim
çfarë përfitimesh ka moduli 2, sikurse edhe më përpara ka 4 vite trajnimi, ka ushtrime për rritjen e vetbesimit që do të jenë të përshtatuna për grupin dhe për nevojat e grupit. Do kena grupin mastermind që do jena tonë bashkë, do kena support 24/7 edhe do kena disa audio të cilat mbrapa do t'i kenë mundësinë vetëm personat që do t'jenë pjesë e klasës e këtij grupi, me afirmimet dhe me deklaratat specifike për vetbesimin e lartë. Do jenë të përshtatuna dhe të personalizuar në funksion të grupit. Edhe një detaj tjetër që është surprizë, nuk do ta them sot, por është tek moduli 2. Nëse shkojmë te moduli 3 i avancuar, masanena do të shohim se si na mundena me me pas vetbesim të pakufizuar dhe të kena një leadership personal ma zhvilluar, që do të thotë do mësojmë se si me udhëheq me vetbesim, nëse ti jeni CEO ose sapo ke startu biznesin tanë, keni 2, 3, 15 punëtorë, 20 punëtorë s'ka rëndësi, staff, si ti me udhëheq ata me vetbesim, edhe nëse në moment duket sikur po dridhet toka në këmbë tuaja, ti si mundesh me zhvillu leadershipin tanë personal dhe me ndiku për mirë tek stafi jot, në mënyrë që biznesi jot të qëndrojnë i fortë edhe të qëndrojnë të CEO sigurisht të rritet edhe të cilëtarë ata të mira që ti bën. Mbrapa do mësojmë edhe më shumë në nivel më të avancuar se si me përdor gjuhën trupore, si me transmetu ti autoritet edhe siguri me qëllimin tanë. Jo arrogancë, autoritet dhe siguri me qëllimin tanë. Ka një diferencë shumë të madhe, do ta mësojmë te moduli 3. Si me pas vetbesim marrëdhënie me të tjerë. Si të kesh vetbesim jetën personale, jetën profesionale, në raport me X person, që ndoshta e shef si një kandidatar shumë nëse je beqar, ose me X shef nëse je marrëdhënie pune dhe në aspektin profesional, si ti kesh mundësinë me pas një vetbesim të thellë dhe të fortë. Mindseti i suksesit, qëndrimi menor për një sukses fitimtarit, pra të kesh një mentalitet fituesit, të kesh një vetbesim pakufizuar, janë të detaje që do të mësojmë masanë në nivelin e avancuar, në modulin e 3 të këtij trajnimi, të këtij kursi, të kësaj ecje që kam ndërtuar dhe është gati për ekzekutim, për realizim, si thosh. Mbrapa përveç videove, ushtrimet për situatat e ndryshme sfiduese, do kena seancat live drejt për drejt në mund të gjithë grupi, do kena bonusin një e-book dhe një mini kurs tjetër se si të flasësh në publik, të janë tana pjesë të modulit të 3, do keni bonus edhe meditime dhe vizualizime të ndryshme, të cilat vinë po ashtu si vazhdim dhe si zgjerim i materialeve në cilat ne i trajtojmë. Aksesi në materialet e secilit modul do jetë përgjithmonë, secili person do mundet me pas në përësi si themi ti tona materiale, plus kësaj personat që janë në modulin e parë, masanena do kenë mundësinë edhe nëse dëshirojnë, nëse që po sepse është një rritje që ke etje për ta dhe të përmirësohesh vazhdimisht, munden me kalu në modulin e 2, munden me kalu në modulin e 3, dhe të bëhen mjeshtër i vetës së tyne dhe të keni vetbesim të jashtëzakonshëm, i cili do t'ju hapi praktikisht dyert. Sepse na e pa me qyshin fillim, kur vetbesimi është poshtë, shumë dyert mbyllen, ti nuk shef shumë mundësi, nuk shef shumë zgjidhje, edhe ato që mund t'i shohësh e shef me aspektin negativ. Që që momentin që punon me vetbesimin dhe momentin që bëhesh pjesë e këtij kursi të ndan në module, duke rrit vetbesimin ditë për ditë, i shef se sa mundësi të hapen, i shef se sa dyert të hapen, edhe këtu vetit më ka ndodhur edhe mua dhe shumë klientëve, por edhe shumë dëshmive të ndryshme që kam. Më thu vetit, ore, ku kam qenë, pse se kam pa ma herët këtë detaj? Pse nuk e kam kuptuar ma herët këtë gjën, etj. Pra është shumë e rëndësishme që të bëheni pjesë nëse dëshironi me përmirësu jetën. Shpeshherë ne kërkojmë shkaqet jashtme dhe harrojmë se shkaqet kryesore janë brenda nesh. Kur nuk na shkon një gjë, kur nuk na shkon një gjë tjetër, kur na përsëri këtë historia, kur kena, nuk e di, sfida të ndryshme, shkaqet nuk janë jashtë, kena brenda nesh, dhe ato pikërisht duhet të përmirësojmë. Okej, e kam kalua fatin, por besoj që më kuptoni edhe më mirë kuptoni, unë vërtet jam shumë mirënjohëse për kohën e secilit që qëndron në kanal dhe që shikon videot dhe sidomos edhe për komentet për feedbackun që më jepni. I lexoj nikani të gjitha komentet dhe përgjigjem secilit sepse vlerësoj jashtë maset
qëndrueshmërinë tuaj me pa video deri në fund. Dhe po, ju ftoj vërtet që të shihni video deri në fund, sepse mesazhet, materialet dhe fjalët që janë nuk janë vetëm fillim të videos, por janë të gjithë kohës, sepse falë Zotit është kjo dhuratë që ai më ka dhënë dhe kam dëshirë ta bashkëndaj me ju. Okej, mos harroni bëni subscribe dhe ta bëni share dhe like këtë video nëse ju ka pëlqyer dhe mos harroni në linkun poshtë, do ta vendosë poshtë për shkrimin të videos, të mund të regjistroheni për trajnimin e ndam në module, i cili do të mund të shëqnojnë për një kohë goxha të mirë, një mujore, masanej 2 e 3 me radhë, nëse ju do dëshironi dhe do t'ju ndihmojnë ta përmirësoni jetën në çdo aspekt. Thjesht provojeni edhe pastaj do flasim bashkë nëse kjo gjë nuk funksionon. Por është 100% e sigurt se funksionon. Dhe po, nëse nuk funksionon, sigurisht kena garancinë e mrena 3 javëve me si quhet ajo, kthimi i parave pas një pyetje. Për ata që nuk dëshirojnë të vazhdojnë ose që mendojnë se kjo gjë nuk funksionon. Mirëpres dhe miru takofshim në videon tjetër në Time to Shine dhe miru takofshim në trajnimin që fillon sot një javë me grupin e parë. Janë bërë tashmë disa persona, të cilët janë duke prit nga hera kalume që kanë aplikuar dhe ju mirëpres në të vërtetë të gjithëve. Unë ju përqafoj edhe jam mirënjohëse për secilin. Miru takofshim javën që vjen.